Përshëndetje, kur flasim për ekonominë, flasim për xhepin ton, për ato që llogarisim në fund të muajit, flasim për familjen, për shoqërinë. Dhe në fundit flasim dhe për Shqipërinë dhe rrugën që po ndjek drejt regresit apo progresit. Pra kur flasim për ekonomi, flasim për gjithçka që ne na bën njerëz të këtij vendi, të këtij shteti. Sot në kafet e Gremi do flasim për dy nga çështjet, të cilat në fakt po ndikojnë dhe po e kthejnë në krizë ekonominë shqiptare dhe që kanë të bëjnë me rishfletin në administratë, si dhe emigrimin masiv të shqiptarëve. Për këtë çështje do flasim me tre të ftuar të mit, në fakt, që do ta konsideroj dhe zotin Gremi si ftuar i këtij podcasti, me zotin Igli Cara, deputeti i Partisë Demokratike. Faleminderit. Faleminderit. Me zonjën Aurora Sulçe, kolege ime gazetare ekonomisë. Kënaqësi Anduela. Faleminderit që erdhëm në këtë bashkëvizitim me neve dhe me Dritan Gremin që është i zoti i shtëpisë këtu, por që ma ka lënë mua dhe ma ka besuar mua. Kënaqësi që na ftove, kënaqësi që ta ftun gjithë. Faleminderit që erdhët. Por dy çështje të cilat unë doja të merrja një opinion të shkurtër të treve për sa i përket barometrit të Ballkanit për 2025-ën, ka dy konkluzione që konsiderohen si sinjal i alarmit për Shqipërinë. 50% e bizneseve e shohin rishfletin si praktike zakonshme dhe 44% e qytetarëve shqiptarë, zoti Cara, duan të emigrojnë, ndërsa 18% të ikin për gjithmonë. E kam menduar edhe unë dikur këtë. Në fakt, unë nuk dim dhe një shqiptar që mëse këtë menduar reagimin e vëndë. Gjithsesi, për referon pikërisht rezultatet, 50% që paguajnë korrupsion. Unë mendoj që korrupsioni në këtë moment është kryer në sistem. Në fakt Shqipëria, si çdo vend, po në fakt korrupsioni është kudo. Nuk mund të themi që kemi qenë të paprekur me korrupsionin. Se fundja Shqipëria edhe BE që ne është kudo, po jo në këtë nivele. Patjetër. Po çfarë ka ndodhur më Shqipëri? Pikërisht ka ndodhur kjo që në fillim u nisi një korrupsion i vogël. Pastaj kaloi ke ajo që e quajmë korrupsion më të madh, tani pastaj kaloi ke kapja e shtetit dhe tani së fundi kemi kriminalizimin e shtetit. Çfarë duhet të them atë? Pra ne kemi pasur gjithmonë, unë e pranoj që Shqipëria ka pasur korrupsion, por ama në mënyra siç është bërë tani, kur së fundi kemi treguar shumë të frikshëm të korrupsionit. Pse them të frikshëm? Ne kemi disa institucione dhe po bëja një llogari. Çfarë kemi të periudhë që flasim? Ne kemi, në qoftë do shohim buxhetin 2026. Buxheti 2026-s është rreth 1.5 miliardë euro që janë pikërisht ke investime kapitale. Ku pjesa më e madhe kuptohet i takon ministrisë ku është zonja Balluku. Dhe këtu ne kemi zonjën Balluku e cila dhe s'mjafton me kaq, një pjesë tjetër është apërsisht 808 milionë lekë që ka marrë FSHZ. Dhe kreu i FSHZ është në pandemën në Spanjë. Vazhdojmë të kemi agjencinë e tretë që është AKSH. Edhe AKSH bëhet fjalë që janë 700 milionë euro. Edhe aty kemi kreun e AKSH. Ne kemi tre institucione që kanë blokun më të madh të buxhetit, i kemi të tre në Spanjë. Pse duhet pikërisht ke fakti që të kthejmë mbrapa? Po kjo nuk ka erdhur më njëherë. Për dal nga dal. Në fillim, qoftë kujtohet, Partia Socialiste kishte socialist në krye, në menaxhimin e institucioneve. Socialiste është zonja Balluku. Do aty. Pa diskutim. Më vonë çfarë ndodhi? Edhe ndodhi që pastaj filluan duke pjesa tjetër e PS-s ka hapur në administratë. Dhe më vonë çfarë ndodhi? Filluan të edhe këtu kemi kapin. Tani më vendosën deputetët. Pikërisht krimi. Dhe pastaj u kriminalizuar. Po të shohësh të gjithë grupet kryesore në Shqipëri, si në Durrës, në Fier e kudo, sot kanë përfaqësues të tyre në vendet më të rëndësishme ku ka para publike. Që janë grupet kriminale. Grupet kriminale. Po ne po them. Pra nuk është thjesht që kanë kapur shtetin, siç kaluan shkallë. Pra në fillim Partia Socialiste, pastaj futën një dy. Tani çfarë ka ndodhur? Grupet kriminale kanë përfaqësues në Shqipëri. U sofistikuan e ato që quhet xhaketat green Itali për shembull, se mafia nga koncepti Totorinos u sofistikua, pastaj u veshën me kollare me xhaketa në formë fillon bëshin portofoli investime. Patjetër. Dhe kjo ka bërë çka ka bërë që tani modelet kush janë? Modelet janë pikërisht që ata shohin politike bëu pjesë një grupi dhe pastaj bësh me para. Dhe ne kemi raste skandaloze kudo, edhe ajo që doli sot për tërmet Peçin, 66 milionë euro në Tepelen. Është një pyetje e famshme, i kujt është ky? Është ky tërmeti. Jo. Po e bën ndryshe. Dhe pastaj do ndodhi një gjë tjetër, nëse do vazhdojnë një trend, se nuk do mjaftohet me kaq.
se keqja s'pas ka fund. Po të shihni me kujdes, në këto vite, e gjithë ekonomia ku është drejtuar pikërisht në ato investime jo që kanë leverdi ekonomike për Shqipërinë, po ato investime që kanë leverdi ekonomike pikërisht për këto grupime. Dhe këtu pastaj kulmin e arritëm me portin e Durrësit. Atë kemi rakunti. Jo, po e kam sepse pavarësisht se ne flasim për këto shifra, porti i Durrësit në përfundim do jetë një projekt i cili do shkojë rreth 7 miliardë euro. Dhe ku 5.5 janë, siç ti kam thënë edhe herë tjetër, janë pikërisht para të buxhetit shtetit dhe të pronave, se është 3 miliardë euro pronë, 2 miliardë euro të tjera është porti i ri, do grej 231 milionë euro të falura të taksat e Bashkisë Durrësit, janë kredite me radhë. Dhe çuditërisht po ti shohësh mediat, dhe pastaj janë dhe 60 milionë euro të tjera të cilat me buxhet shteti janë ndarë mediave që t'i bëjnë reklam shitjes apartamenteve. Aurora, 50% e bizneseve deklarojnë se shpejt është kthyer në normalitet, pra për të kryer një shërbim. Ti si gazetare e ekonomisë prej shumë vitesh besoj që këtë fenomen mund ta kesh hasur edhe në bashkëvizetimin e fenomenit intervistat tua. Ka qenë e përhershme në fakt, Anduela, por shqetësues është fakti që tashmë duke qenë se ne po shkojmë te e-government apo qeveria elektronike, çka në thelb nuk kuptojnë që kontaktet e biznesit me administratën, cila do qoftë ajo të paksoheshin dhe çdo gjë të bëjë online, kjo do të çonte në një ulje të korrupsionit. Ndërkohë të shprehjen e Ramës, inspektorët. Po, dhe për në tepër kujtojmë që në 2013 Rama ka thënë, korrupsioni është në sistem. Dhe ne do luftojmë sistemin. Pas 3 mandatesh, mandatin e 4, ne kemi këtë që gjithë investimet që janë bërë në sisteme teknologjike me Albanian dhe jo vetëm, kjo duhet çonte në një ulje de facto të korrupsionit. Në fakt kemi këtë realitet. Çfarë është korrupsioni, rishfetin vetvete? Është një taksë fshet. Është një taksë fshet, të cilën e paguajmë ne nga xhepi-n dhe që askush nuk e përllogarit. Ne themi që taksat për biznesin janë të ulta krahasuar me vendet e tjera të rajonit. Dhe themi dividendin e kemi 8%, zyrtarisht, tatim fitimin e kemi 15%, kontributet i kemi gjithashtu më të ulta. Por këtu, kjo është ajo që është pjesa zyrtare. Nëse unë si biznes do paguaj edhe administratën për të marrë një shërbim apo një gjë, ai 15% që i tatim fitimit mua më ka përcen. Edhe dividendi 8% më ka përcen, se kjo është një para që do dalin nga xhepi im. Po nuk dihet sa është. Po nuk dihet asnjëherë sa është. Dhe kjo automatikisht pastaj kjo mprish planet e mia. Një kompani shqiptarët janë mësuar pak a shumë në këtë klimë të bërit biznes. Po kur ne flasim për investimet huaja, ky është një problem shumë i madh, sepse një kompani e huaj bën një plan investimi dhe thot vinë në Shqipëri dhe nuk shkojnë në Serbi apo nuk shkojnë në Kosovë apo nuk shkojnë në Malinezi, zgjedh Shqipërinë në vendin e rajonit. Si është interesi i kompanive huaja për të investuar në Shqipëri? Kur vjen këtu bën një plan ai biznesi që thot kam një treg me kaq milion konsumator, unë do kap kaq % të tregut, kam këtë kosto dhe ai e përllogarit për 3 vjet. Po, e bën për 1 vit, për 3 vjet, për 5 vjet planin e tij. Në momentin që ti i del një kosto e tillë që është korrupsioni apo rishpeti, quajmë si të duash, automatikisht aty prishet bilanci. Shtu këtu, se ne nuk është se kemi vetëm problem me rishfetin që ti mund ta amortizosh te fitimi yt. Ne kemi një rritje të jashtëzakonshme të kostove për biznesin në shumë gjëra tjera. Ke mungesën e fuqisë punëtore sot për shkak të emigrimit, kjo të ka rritur presionin që ty të rriten kostot për fuqi punëtore. Dhe ti po rrit pagat edhe pse kjo nuk shoqërohet me produktivitet. Pra ti po paguan më shumë një punëtor që nuk të prodhon më shumë dhe nuk të prodhon në kohë më të shkurtër. Pra biznesi tënd ai i kushton më shumë ndërkohë që nuk i sjell më tepër, siç duhet ishte logjika ekonomike. Ti ke sot kosto të cilat ty të vinë nga ndryshime të ndryshme të paketës fiskale që ndodhin çdo vit, të cilat ti nuk i planifikon dot, ti bën një plan një vjeçar, nuk e di se çfarë do ndodhi vitin tjetër. Çfarë do ndodhi dhe këto janë kosto jashtëzakonisht të mëdha. Nga ana tjetër, ke vlerësim në forta euros që prej disa sektorë të rëndësishëm të ekonomisë, që të prek turizmin, të prek eksportuesit, pra të prek automatikisht ty pjesën e prodhimit, që është pjesa e shëndosh të ekonomisë. Pra, ke shumë element, ke rritje të kost, ne s'kemi prodhim vendas, lënë të parë, çdo automatikisht i merr nga jashtë. Në momentin që ti i merr nga jashtë, i ekspozuar nga çmimi që është i shtetit. Shto këtu transportin, automatikisht të vjen këtu mi shtrenjtë. Por një biznes të ndershëm, këtu konkurrohet pastaj edhe nga abuzimet që do të bëjnë tregtarët apo importuesit e tjerë, nga mos funksionimi i institucioneve. Do të thotë që ti të duash të funksionosh në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi,
ti ndodhesh përpara si biznes shumë të panjohrave dhe këto të panjohura ty të përkthehen në kosto financiare për biznesin që të pengojnë pasaj të zhvillohesh apo të bësh plane të qëndrueshme. Si të duket konstatimi i Aurorës dhe konstatimi i barometrit për Shqipërinë, që një në dy biznese pranojnë më shpejt në realitet. Për ironit fatit, në podcastin e fundit që Kemi bërë diskutim për rënjën e euros. Dhe unë kisha bërë një shkrim ku flisja për 2 taksa të fshehura. Është vërtet. Okej. Njëra ishte rrëshfeti, tjetra ishte rënja e euros. Pas kemi pasur ide. Kokë, prandaj E kemi bërë pra 3 javësh. Ju e keni ngritur si shqetësimin e parlamentit. Nisën e financave. Tani kush është problemi? Asnjëri nuk përgjigjet. Për ta ndryshuar. Po të shikojmë me kujdes, për shumë, ne nuk kemi patur kur investime serioze, edhe në kohën e juaj, le të themi na kanë munguar gjithmonë këto investitorët perëndimor serioz, siç janë Serbi, për shembull, që është Fiati. Nuk ka ndodhur për shkak të meritës qeverisë, ka ndodhur për shkak pozicionit gjeografik. Ra rruga. Nuk la një bulës nafte dhe gazit. Që duhet bënit gazifikimi që se bët. Kjo është problem tjetër. E lëm këtë. Fakti që këtu nuk kemi investitor serioz, themi perëndimor, do thotë që ato nuk kanë garancira edhe nuk e shikojnë Shqipërinë me një sy kaq pozitiv. Dhe kjo taksa e fshet në një farë mënyrë trëmb. Pse e them që trëmb? Çdo investitor para se shkojnë në një vend tuaj, le të themi bëjnë një plan investimi, bëjnë një vëzhgim një herë në atë vend dhe pak a shumë i përthith informacionet. Dhe gjëra që ne i dim për ditë, ai pak a shumë në një javë kohë mbetur në Shqipëri i merr dhe pastaj bën sa llogari të tjerë dhe thotë jo në këtë vend nuk ja blen me investuar. Tani Shqipëria në Ballkan, te ky artikulli le të themi i barometrit Ballkanit nuk kishte vendi i parë në botë për taksën e shpejtë, në Ballkan për taksën e shpejtë ishte i tretë. Në parë ishte Bosnia 67%, në vend dytë ishte 5% ishte Malizi. Pra edhe pse është më përpara nesh le të themi Malizi me këto ka avancuar më shumë le të themi me këto pjesën e integrimit në Bashkimin Evropian është para nesh, pra këto taksa më shpejt ka më të lartë, ne ishim në vend të tretë. Çfarë na penalizon ne më tepër le të themi me këto dy vende të tjera është euroja. Domethënë, nëse ne kemi pikë pyetje të madhe sa është taksa e korrupsionit, pra sa ndikon, në fund të çdo viti në bilancë. Bosnia ka 67%. Sa ndikon në bilancën e biznesit nuk e dim, është 5%, 10%, është 15%, se është varet çike edhe nga inspektorët që të vinë derë. Se këto janë bërë aq shumë tani sa që nuk mbarojnë. Janë bërë shumë inspektoriate. Po janë të merë, domethënë ti fillon ke dua dhe ti numëroj pak, ke tim tatimor, ke tative, ke drejtoria rajonale, ke kudigjon, ke inspektoriatin e punës, ke këtë është pa fund, domethënë, dhe unë falë Zotit ja ka mbyll derën që në fillim, janë ngrinur pak si shumë le të themi, po te unë e din që po herët nuk marrin. Po është problem vete. Tani po thoya që të gjitha këto taksa ne nuk i dim ti shumojnë në fund të vitit sa ndikojnë bilancet e një biznesi. Ama dim sigurt një gjë që në fund të çdo muaji ose viti taksa e fshehtë e euros na ndikon diku te 35-40% që nuk është pak, është vërtet shumë. Pra një investitor i huaj që bën një plan investimi dhe biznesi për të investuar në Shqipëri, sepse krahu i punës sipas ligjeve në fuqi dhe letrave kushton pak, niveli taksave është më i ulët se në BE. Pra prodhon këtu për qitur atje në fund fare nuk është tamam kështu, sepse i mbi vendosë këto dy taksat e fshehta dhe nuk i konvenion më me për ta bërë taksën e në fakt. Jo, për të mbetur tek argumenti i Dritanit, është edhe një element tjetër, sepse kompanitë e mëdha zgjedhin tregje si Serbia apo Maqedonia e Veriut, që janë automatikisht dy konkurrentë tanë në thithjen e investimeve të huaja, sepse gara ta shpjegoj, sepse gara për investimet të huaja nuk ka nisur sot, as me rënien e euros dhe as me rrëshfetin. Ka gati 20 vite që këto vende konkurrojnë. Dhe ka një arsye, dhe është e vërtet që jo vetëm Fiat, ka qenë dhe Geox dhe Parmalat, të cilat në periudhën 2010-2013 kanë studiuar tregun shqiptar ndër tregjet e rajonit, përfshi këtu Maqedoninë e Veriut dhe Serbinë. Tani do pres vetëm pak të bëj një pyetje në mes.
kemi patur raste në cilët investitorët kanë ardhur dhe i shkërkur shfet nga ministrat. Tani, unë këtu nuk e di, unë po marr rastin konkret. Unë kam dëgjuar dhe kam lexuar raste të tilla për shkak. Jo, dakor, por unë nuk mund të marr. Edhe në ato kohra, edhe në këto kohra. Unë nuk marr përsipër. Dhe besoj që ky është problemi më i madh. Ata kur vinë i kërkojnë diçka. Dhe unë them që është dhe kjo tjetra. Të gjitha, asnjë nga këta investitorë se rishfeti nuk shkon vetëm, nuk i troket vetëm biznesmenit, i troket dhe atij investitorit, i thotë do të futesh brenda po, tu duhet kaq %, kemi dëgjuar historia. Është edhe një element tjetër. Këto kompani nuk vinë për tregje të vogla, siç është dhe Shqipëria. Edhe Serbia është treg më i madh se Shqipëria, 10 milion banor, po prapë i vogël është. Këta kur vinë për gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor. Fokusi është ku do ngrej fabrikën ai, sepse aty ku do ngrej fabrikën, aty do marri fuqinë punëtore dhe aty do paguaj taksa. Maqedonia e Veriut dhe Serbia kanë dhe një politikë subvencionuese. Do të thotë nga buxheti i shtetit ti jep subvencionime për çdo vend pune. Ne nuk e kemi këtë. Do të thotë, po e ka Maqedonia, prandaj thash Maqedonia e Veriut dhe Serbia. Kjo do të thotë që çdo investitor përveç këtyre problematikave që me të drejtë qëndrojnë, pra që i tha Dritani, i tha Shuni, i tha Igli, absolutisht, i shtohet edhe ky element që kur shkon në këto vende, ai me merr një pjesë të investimit që në moment, nëse ta ngrinte fabrikën, që në këtë moment një pjesë e fabrikës është mbuluar nga buxheti i shtetit. Dhe është një politikë e tillë që gradualisht pasaj ai do i kthehen brapë qeverisë. Pra ka incentiva. Ka një antikap ata, ndryshe nga ne, nuk ka një dalje ndet. Që ne kemi dhe ata nuk e kanë. Ai e kompenson me këtë gjë. Është e detyruar ta bëjë sepse atë transportin për një biznesmen që do të disa patjetër do ta kompensojë me taksë. Tani unë duhet të shtoj pikërisht këtë impakt tek euro se e anashkalojmë shpesh edhe kam vënë edhe qeveria dhe koordinatori e shmangin. Ajo që është vërtet 35%, por nuk është vetëm për biznesin, janë remitanca. Pra, nga Banka e Shqipërisë ishte një shifër 2.1 miliard euro për remitanca. Flasim për zyrtar. 1.4 është 1 miliard. 1.4 miliard euro. Më duket se e lexova një 2.1 unë. 2.1 kam lexuar. Nuk po i referohen të dhënës të 2024. Është për 2025. Tani, unë një pyetje kam, se s'po e kuptoj dot kur. Kur këto thanë 2.1 remitanca, analizën si e bëjnë? Atëherë, këto kuptohet nga bankat e nivelit 2. Kuptohet që unë po flas për kanalin zyrtar. Domethënë i marrin kokë për kokë plejs dhe prindër dhe i thonë kanë një llogaritje. Ku i gjetë lekët, i solli vllai, i solli çuni apo i bëj? Nuk e di se si mënyrën, por përderisa unë po them atë që kam lexuar. Atëherë është kanali zyrtar, jo vetëm bankat, por edhe Western Union apo këto që gjithë institucionet e tjera. Por jo ajo që të vjen. Ja, Aurora, ta ndikim çik fillin. Un kam 100 euro. Po. Supozojmë që më solli vllai. Po, si jep ty më. Shkoj te exchange, jo shkoj te exchange. Okej. Dhe më kthejnë 100 euro. Ai s'më pyet kur mua. Ku i morë? Jo, është me sasi, jo. Se s'pari do ta kuptoj tash këtë. Si bëjnë analizat? Ta përfundoj. Me vetë unë nuk di të them se nuk e di me çfarë programi e bëjmë, por kuptohet mund të jetë kjo ajo që lën gjumë, sepse tani çdo change që ti bën, patjetër që është Jo, s'kërkon asgjë. Jo, kur vjen ke zyrtarët para ato që janë me licenca, të gjithë asgjë s'kërkojnë. Zero. Jo, më kërkojnë se kush është. Kur thyn 100 euro lën gjurmë. Po, që është këmbyer. Po që të bësh një analizë, le të themi ato nuk mund ta bësh dot. Unë po të them që të pyesin personin që po. Ose që të kërkoj ai ditë. Pyetja ime dikush është mos e fryn pak veta? Këtë 2.1-shin, se te Aurora tha 1.4, mos e fryn çik vetë. Unë e di që është 1.4 2024 bazuar në dhënat e Bankës së Shqipërisë, por unë po them që e lartë është gjithsesi. Gjithsesi, atëherë vetëm të llogarisim 35%. E kësaj është çik më shumë. Pa llogaritur kanalet që ne flasim tani që janë shumë para të pista, sepse e shohim efektin pikërisht ke ndërtimin në Tiranë, ke çmimet e rritura, apo dhe sidomos ke ligji i fundit që kanë dalur, po shoh më kanë dalur ndërtimet. Kanë dalur dhe ajo fluks, për mua fluks ekonomik do vinë në moment ndalë. Dhe ky është problemi më i madh që kemi, sepse ne nuk llogarisim dhe këtë fluks, valutet të huaja që hyjnë. Po ky për momentin mund të jetë i mirë për qeverinë. Dhe kanë njerëz që mendojnë që po, na vlen, se borxhin e jashtëm e çuam 53%, por ama çfarë kemi dëmtuar? Kemi dëmtuar pikërisht atë krahun tjetër që është prodhimi, eksportin dhe pjesën më të mirë. Pjesën më të mirë, sepse unë mendoj që një vend është i suksesshëm ku ka prodhim, ka produktivitet, ka bujësi të mira dhe më radhë. Sepse në fakt ky turizëm që ne kemi, ku 70% produkteve që shesim janë mall importi, nuk duket që është
Pozitive për Shqipërinë. Por shkojmë dhe më lart. Paqen fiskale, po të shohim. Ajo është e rëndë, sepse ne morëm dhe një shkresë pikërisht nga raport Komiteti Evropian ku e dënonte pse e dënon, sepse faktikisht nuk mundesh të bësh që pasi deklaron që 80% ti pastaj për pjesën deri në 50% do të tatohesh me 5%. Aq më tepër ku në 3 vite, se këtu është leçka, nuk kontrollohet. Na pyet ne që kemi biznese, kemi paguar të rjetën. Dhe ka duan të bëjnë shumë drejtore. Ne por ne kemi paguar. Biznesi i ndershëm në këtë moment ndjehemi keq. Ndjehemi keq. Nuk është konkurrent. Ndjehemi keq. Kjo është problemi. Ja kam bërë një mendim në parlament dhe çfarë kërkova pikërisht për sektorin e prodhimit. Por unë nuk po kërkoj. Sektori i prodhimit fasonëve që janë 85.000 punonjës gra. Nuk janë pak, janë 85.000 familje që është problem social. Dhe çfarë i thash? Sa kontribon në shoqëri në GDP? Ato më thanë që është minimumi 800 milion euro në vit deri në 1 miliard. Dakor? Duke llogarit në numrin punonjësve, duke llogarit pagën 600 deri në llogaritë e tilla, është e thjeshtë. Dhe pyetja është, një biznes i tillë ose një fushë e tillë kjo industri, ku të jep 800 milion euro, nuk e kthen dot më 30 milion euro për ta çuar kursin deri pakën 1 me 1, mos jetë 96, paktën sikur i 4%. Nuk besoj që dalin. Kursi i këmbimit është i lirë. E ke të tjerë sepse e di se ai është vendim. Është vendim është i. Unë nuk po them të ndryke kursi, nuk kuptove. Mund t'u japi në konf subvencionesh. Jo, shikoj si është subvencione, dhe është shumë e thjeshtë. Nuk po them të japë subvencion përpara se të prodhoj. Unë them për çdo euro eksport më jep. Unë besoj që ajo është një tap që shkon mbyll një vrim, po diku do dalë prapa juaj. Duhet kapur problemi. Pse ka shkuar euro kaq? Shikoj shumë. Problemi është para e pisët. Kjo mos. Atëherë hajde të flasim për anën e pisët. Po, dakor, po unë po them për momentin e zgjedhjes si është një sëmundje të cilën ti fillimisht si një morali të cilën ti duhet ta ndalosh. Ose të shkojnë do fillosh ta kurrësh. Ose të shkojnë ta heqin lekun nga qarkullimi, ta vënë euro. Atëherë, ndërsa unë do thosha këtë tjetrën. E para, bim dakord një gjë se pavarësisht se ne mund të kemi shumë mendime dhe pavarësisht se ne themi që duhet apo nuk duhet, ligjërisht kursi i këmbimit është i lirë. Do të thotë që këtu mbyllet diskutimi dhe ti nuk ke çfarë të bësh, është kjo rënje pikjat tani Atëherë, ajo dakor pra, por problemi është rënja pikjat që ta shpjegojmë se unë duhet të jem e drejtë për të kuptuar. Dhe u kam thënë dhe atyre që merren me industrinë fason apo manufakturës, atyre nuk pëlqen. Ky është edhe risku i biznesit. Do të thotë, kur ti e ke pas euro 140 lek, ti ke fituar. Tani që e ke 98, po them fair enough, tani këtë që prita përfundoj argumentin. Prita përfundoj argumentin. Dritan, se po nuk më dëgjua deri në fund, nuk arrin dot të kuptojmë. Tani, na pëlqen dakor, biznes jo, edhe unë jam, tani unë po them një të vërtetë, dhe ky është fakt, kur ka qenë euro 140, a kanë fituar. Ata që kanë marrë kredi, dakor, më dëgjoj pak. Ata që kanë pasur kredi në euro, në atë kohë kanë paguar më shumë. Një tjetër që ka kredi në euro sot, po ta pyesë se është shumë i lumtur. A kupton sepse kjo situatë nuk ka vetëm të pakënaqur dhe vetëm të kënaqur. I ka të ndarë. Tani, e dëmton më shumë ekonominë një euro kaq apo një euro e rritur, kjo është për llogaritja që bëhet. Në këndvështrimin tim, shkatrimi i prodhimit dhe eksportit është shumë i dëmshëm për një ekonomi. Dhe për mua, ne këtu duhet të mbrojmë sepse po bëhemi ekonomi konsumi, çka na ekspozon nga gjithçka. Vërtetit e kursi nuk do rryen dot. Por po ti mbledhësh industrinë fason apo manufakturës, ti pyet çfarë shqetësimesh keni ju? Si të ndihmojun ty në këtë moment si qeveri? Çfarë problemi ke? Se ndoshta ai mund mos ketë fare subvencionimin 30.000 euro, mund të ketë 30 milion, mund të ketë një hall tjetër. Personalisht, po të isha një qeveri, do ndihmoja që këta njerëz të mos mbeteshin me material porositësi, që të prisnin kontratat e Italisë. Do t'i mbyllja në cikël. Do t'i ndihmoja që këta jo, nuk janë. Ky është problemi. Të bëheshin made in Albania, që ne të mos bënim këpuc, të vinte lukura nga Italia, të lexojë krau i lirë dhe të çojë made in Italia. Të bëhesh made in Albania nuk ke, po nuk ke pra. Këtë duhet ndihmosh ti që të bësh prodhimin tënd. Si ti ndihmosh këta të bëjnë këtë mekanizim, me lehtësim? Jo, dëgjoj, okay, jo, jam shumë dakord. Sepse kremi flet nga eksperjenca turismantare. Jo, jam shumë dakord. Shiko, unë kam 120 punësuar, do të thonë, okay, që nuk jam pak. Dhe unë jam shumë dakord për fasonot që të mbyllin një cikël dhe krijohen, le të themi, një produkt made in Albania që të ketë një çmim X ku ata të kenë mundësi të fitojnë më shumë dhe ndajnë tepër. Ama
te kursi i euros, nuk ka birë nëna në botë që shkoj dhe parashikoj që në 5 vitet, në harkun e 5 viteve, euro do humbas 45 pikë. Dhe të them tepër, kur një investitor, një eksportues ose një sipërmarrës hyn në lojë, bën sa kalkulime. Kur ne kemi hyrë në lojë, ne kemi qenë 5 veta. U bëm 10, 15, 20, 30, 35, 40 dhe gjithë politikat monetare të një biznesi bëhen step by step. Pra ti fiton, ndan, investon, fiton, ndan, investon, fiton, ndan, investon. Dhe ky fiton dhe ndan, për shembull, se ky është ka të bëjë ose lidhet drejt për drejt me krahun e punës dhe me njerëzit që punojnë me ty, që do të thotë, nëse deri para 8 vitesh një pak ka qenë 67.000 lekë në muaj, sot që ne flasim, pa ne kërkuar kush është sipërmarrës vizionar dhe do të ecë përpara, rrogat ose pagat tona janë vërtet 10, 90, 120, 130, 140, 150 dhe kështu me radhë. Tani ne kemi të pamundur që shkojmë të ulemi sërish me punonjësin dhe t'i themi ti si është puna, në hungëm ja 45 pikë, a do shkoj prapë te 60, se si a dalë do të më të paguaj 130, 120, 150, 160.000 lekë në muaj. Çfarë propozoni ju? Dritan. Konkretisht në këtë situatë. Unë të kuptova ty, po kjo ideja është e tillë që riskun kursi është i lirë, po. Ta bëj argumentin dhe Cara dhe pastaj përgjigjen e marrim nga Gjithë qeveria do vlosh ta mbyll? Po. Lutem, atëre. Këtë bisedë, pastaj këtë argument shkojmë dhe lidhim me 44% qytetarëve që duan të emigrojnë. Okej, se janë të lidhur ato dyja bashkë. Dy njerëz janë adult, le të themi, ose ne të tre që jemi goxha të rritur, kur i bëjmë analizat, duhet i bëjmë mirë dhe t'i shkojmë deri në fund. Pikë pari, pyetja që duhet shtrojmë është pse ikin njerëzit? Çfarë duan njerëzit? E mi, të tut, për të ndëjtur në këtë vend dhe mos ikur. Duan paga të mira, duan kushte të mira të pune, dhe pjesa tjetër nuk lidhet me, por lidhet me qytetin e pastër, që janë kurse që vendosen nga politika nuk varen nga ne. Ama ne atë që kemi patur mundësi e kemi bërë pjesën tonë të lojës dhe pak a shumë ja kemi arritur, pra në biznesin tim unë kam njerëz që rinë punojnë tek unë prej 5 vite, 6 vite, 7 vite, 8 vite, sepse kam parë një frym, kam parë një dritë, kam parë një tardhë. Në fund ditës thoshim pse duhet iki, unë nga ky vend jam okay dhe jam mirë. Tani duke më vënë mua në siklet, duke më krijuar probleme, shkon në invers pastaj. Unë heq të drejta që ja kanë dhënë deri dje, tek ku njerëzit ne arritëm që të vëmë për shumë 30-32 orët në javë pune. Ishte... Nga 40 që është mesatar. Ishte ka qenë një objektiv që unë ja vura vetes, dal nga dal, dhe punojnë 5 ditë, 4 ditë e gjysmë një javë. Pra punojnë të premten deri në 12:30 dhe nga e premte deri të hënën ata janë pushim. Dhe ky ka qenë mekanizmi, prandaj po zgjatet. Për të stimuluar. Sepse emigrimi është plaga më e madhe për t'i mbajtur. Dhe ja kemi dalë. Si kemi kërkuar gjë shtetit, ja kemi dalë vetë. Tani drejt të haj, shteti në vend që ta bëhet partner, po na vjen kundër. Tani unë nuk e kam sigur 100% ose nuk i kam parë me sy këto arkat me para ose këto miliardat me euro që vinë në vit, por arrit kuptoj një diçka, një vend që nuk prodhon. Ne nuk prodhojmë. Një vend që nuk ka një fuqi kaq të madhe prodhuese dhe eksportuese. Kush është arsyeja pse euro në këto vitet e fundit ka rënë kaq tepër? Përveç se dhe te i bëjmë pyetje, si ka mundësi? Dhe për ta mbyllur ti lutem, do të bëj edhe një pyetje të fundit, se ne po shkojmë për shkak se lidhet edhe me spakun kjo gjëja. Besoj që ne do shkojmë nga se ka të drejta, ka detyrime tek njerëzit që duhet monitorojnë. Besoj që njerëzit ose institucionet duhen hetuar ose duhen gjykuar për veprimet, por edhe për mos veprimet. Pra Banka e Shqipërisë, se këtu duhet dalë. Banka e Shqipërisë, a ka ndonjë faj ose ka ndonjë mokat në këtë mes për mos veprim ose për një mos arsyetim, për një mos dhënie përgjigje ne pse kursi i euros ka shkuar kaq shumë. Pra, sepse ata edhe ministrin e financave dëgjova, kursi është i lirë, gjithë mund bëjnë ato që duan. Dhe Banka e Shqipërisë është institucion i pavarur.
Kush është Ato arsyeja kanë pse rritur kanë rezervën kaq shumë valutore, euro? rezerva valutore është rritur në mënyrë të tmerrshme. Na ka Tani dhënë të përgjigje ata? Po pra, ja, ta them. Ato thonë që kursi është i lirë dhe çfarë kanë bërë? Kanë ndërhyrë disa herë. Jo, po pse kanë rënë euro kaq shumë? Kam një përgjigje, kemi një përgjigje? Jo, nuk japin përgjigje, se Pse? ky kursi i lirë ndodh. Po është normale? Kanalet zyrtare, po Aurora, është normale? Jo, ato e pranoj që ai Po diskutojmë, bim dakord me ty. Sepse ne të dy çfarë Po, zgjidhim? Jo, dakord, prandaj thash unë çfarë propozoni ju ajo konkretisht. ja, ma leni ty Unë propozoj Maleni ty që- shpjegoj se Zoti unë do ta Cara- bëj pak më makro. Zoti Cara që e ka forcën të shkojë ta ul atë guvernatorin. Unë kam një propozim konkret, po na vendim parlamentit nuk ma pranon. Unë ngretën ato, vetëm Iron Braçë ka qenë pro propozimeve tona, GPS-ja në grup ishin kundër. Propozohet Propozim po. për të lërit. Ta ndajmë pak gjën. Ora çfarë ka ndodhur? Në vitin 2024 është për herë të parë që nga 90-ta që kontribusi më i madh pikërisht rritje ekonomike 4% është shteti, pas 90-s, hera parë. Pse ka ndodhur kjo? Sepse neve pikërisht nga ajo që thash parë. Dhe këtu fle lepri. Po këtu flen se çdo gjë shkojnë, se pyetja është, kemi 100 lekë. Po. Dhe do ta bëj shumë thjesht që edhe ato që janë gjithë, kjo 100 lekë duhet shkojë vetëm për këto që punojnë në shtet, se qeveria është prindi, apo ai që e menaxhon parat tona, apo duhet t'japi edhe diçka ke këto kontributorët të. Sepse po të shohim letrat dhe kanë tu 1.9% është nga 4%, 1.9% është nga me fjalë të ardhurat e pikërisht shtetit dhe 1.9 nga prodhimi. Ka rënë nga 3.2 1.9 të ardhurat nga sipërmarrja. 1.3 domethënë ka rënë. Çmerr. 50%. Po shumë. Pra që do të thotë, ne jemi duke shkuar në një grop të madhe. E çfarë na duhet ne domethënë kjo euro, kjo është që borxhi që është më i Prit ulët. se pranaj këtu Aurora do jap ato shifrat Kur që ekonomia edhe po të shkojmë debate punimi më tjera. keq, po. Dhe ku është problemi? Unë e shoh edhe sikur mos jem njëri që merr me shifrat. Ore, po pse është nuk është e pa drejtë kjo ku. Vetëm këtë buxhet, vetëm për ministrit kaluam 678 punëtor të ri, ku ne po diskutonin që është digitalizuar, pra duhet të paksonin numrat. 678 Inteligencën artificiale. vetëm duke diellon që lindi vetëm duke rritur punojësit për archive që administrata rritet, njerëz nuk ka, biznesit i rriten taksat. Po kjo çfarë do të bëjë? dhe punsojnë më shumë njerëz në shtet. Në shtet. Dhe ky është modeli. Që janë vota. Po me partinë da hajden punon në shtet dhe jeton kurriz dhe rritet dhe korrupsioni. Sa ato që kanë hyrë aty në shtet, nuk kanë hyrë për të bërë punën, sepse këtu ka një mos eficiencë shtetit. Për eficiencën ndodhur? ka një për shembull ndjes, kanë bërë një studim për eficiencën e njerëzve që punojnë në shtet. Po ja, këtë pikërisht një nga pyetjet që bëra këto ditë se Matet produktivitet. këto ditë diella një nga çfarë një nga gjërat që duhet bëjmë institucionet e kontrollit siç është PLSH-ja është që ku të shkojnë një audit. Nuk duhet të shofi thjesht vetëm tendrat, por duhet të shofi këto kur bën reforma po themi administrative. Dhe na thanë që në 20.000 punonjës do zbresim numrin e punonjëve. Tash është dyfishuar. Dhe pyetja është ore, po si ka mundësi që këto punonjës shtohen çdo vit? Se Shqipëria paksohet, kujt i shërben? Dhe kjo është një nga detyrat, se parat po shkojnë vetëm tek ato të cilat janë pranë pushtetit. Dhe njerëzit po vuajnë, dhe çfarë do ndodhin për gjithë ato tasonat? Se unë pranë thash është problem social. Se 85.000 punonjë kur ti lesh pa punë, ato do të hiqen, se jenë biznes, çfarë thotë? 22.9% e kanë vetëm për 9 muaj do të ndihmojnë. Apo jo, nuk e di, e keni parë ligjin. Për sigurime. Pjesën tjetër pastaj prit vetëm. Dikush është problemi për këtë çështje. Për mua është shqetësuese një gjë. Mund mbi dakord me të gjitha, por zakonisht për te konstatimit më pëlqen ndonjëherë që të japim zgjidhje që çfarë mund të bëhet. E kupton se për të konstatuar ne jemi në këtë balle të gjithë kush më shumë edhe kush më pak. Por absolutisht. Ajo që për të vazhduar idenë e iglit për shembull, ajo që është shumë e frikshme, është sepse nëse në Tiranë mund të kesh disa biznese ku ti mund të punësohesh, në qytetet e vogla dhe në periferi është vetëm shteti. Do të thotë o punësohesh në bashki, çfarë mund bëhet me euron? me euron do të dia unë për ty, sepse ai të del Banka e Shqipërisë do të thotë që ky është kursi i lirë. Çfarë do t'i bësh? O do kesh një ndryshim ligjor në parlament, gjë që nuk do të ndodhi. Ai të thotë sepse duhet vullnet politike të gjitha dhe nuk kanë gjasa për ta bërë, ndryshe nuk do kishim te euro në këtë. Të gjitha nuk do bëhet. Prandaj thash, nuk ka për të bërë. Plus ai thotë unë do iki drejt BE-s automatikisht do euroizohet ekonomia, ky do jetë një proces që do ndodhi pas sa vitesh, nuk i hyj këtyre halleve. Prandaj të thashë çfarë do bëjmë, se dakord është. Ajo që
Është pastaj çfarë që mund të zgjidhet, domethënë si Aurora, këtu mungojnë mekanizmat. Për shembull, nëse kishte qenë një shtet normal, të gjithë grupet e interesit, për shembull biznese, do shkoshin te Komisioni i Ekonomisë, do bisedonin me ata deputetë nderuar që janë aty, do t'i thonë lutem krijoni bëni një mbledhje. Do thorrisni guvernatorën e bankës nga ministri i financave 2, edhe aty njerëz të tjerë të shtetit, edhe vërin me shpatulla drejtorit. Okej. Dhe kërkojeni, bëni pyetje konkrete, më bëni një analizë dhe më thoni sipas jush, a është normale kjo euro, pse ka rënë euro kaq shumë, sepse njerëzit më bënte përshtypja i stringa para ca ditësh. Po duhet vi një moment që organet, institucionet, kush punon në shtet që ka që janë përgjegjës për punën që bëjnë, duhet gjikohen jo vetëm për veprimet, por edhe për mos veprimet. Dikush duhet futet në burg, për mendimin tim, duhet paguaj edhe për mos veprimet e tij. Pra ai ose ata nuk mund të mjaftojnë duke na thënë nuk e di është gjë normale, ose duke thënë nesër pas se unë nuk e bëra këtë. E dyta, e gjithë shpresa ime është tek Spaku. Sepse në momentin që ne fal Zotit po arrim deri asaj pike, Spaku do godas disa grupe interesi, edhe paranë pistë dhe grupet kriminale, unë mendoj që gjithë kjo histori do mbaroj. Tash mund të jap. Është jam jepi në konkluzion këtë çështje. Unë do të them. Pikë së pari, kur do të zgjidhësh një problem, duhet pranosh problemin. Duhet të pranosh çfarë ka ndodhur. Sot qeveria sotme nuk e quan problem këtë që ka ndodhur, këtë që folëm. Po që do të qeveria sotme mburë dhe thotë që unë jam një qeveri shumë e mirë, sepse inflacionin po e mbaj në ekuilibër. Por nuk ka rëndësi që po e mbaj inflacionin, nuk ka rëndësi që e mbaj në kurriz të njërit apo tjetrit dhe pjesa tjetër përfiton. Një qeveri e mirë është ajo që i vën bar të mbaj e gjithë shoqëria. Nuk mundesh që ti zgjidhësh problemet duke dëmtuar një pjesë, se import eksport është. Kjo 1.4 që thëti që kemi humbur, ky 50% që kjo është përgjithësi shumë e madhe, kjo është për duhet të kokë për shumë. Sepse neve çfarë na ka ndodhur? Për arsye të këtij korrupsioni dhe pikërisht sepse nuk mendojnë, e di si janë qeveritarët e sotëm, sepse edhe në biseda, kupton që ato janë sot për sot kalojmë këtë vitin. Ky është vit zgjedhor, s'prish punë se e zgjedhin vitin tjetër. Dhe kështu me radhë shkojnë 12 vite. Sinqerisht nuk e kanë për politikë. Nuk është se unë jam profesor si PD-s. Por në këtë moment, siç është, edhe PD-ja tjetër pushtet. Nuk zgjidhet nëse nuk pranon paktën dhe tulen njerëzit ka kjo politika dhe thotë, prit se kemi këtë hall të madh. Dhe janë shumë po. Dhe problemi më i rëndë është që këtu do të mungojë kapitali njerëzor. Thash para Aurora, investitorët huaj, po si mund vi një investitor i huaj? Këtu nuk ke punëtor. Tu s'ke njerëz specializuar. Ne sot e kemi pasur dikur moshën mesatare 27 vjeç, që kujtohet para 90-s, dhe tani e kemi, unë besoj që mund të jetë mbi 38-39. Ne që kemi punësuar, ne që kemi avantazhin e moshës së re. Deri para 5 vitesh ju siguroj që sa vini në lajmërim për punë, kemi pas bërë intervista shumë të mira, ka pas një rast. Sot s'ka. Unë kam për ne është bërë problem shumë i madh që të bëjmë intervistë cilësore. Dhe do thotë që nuk ka njerëz. Kanë ikur. Do thotë që mund të mirë, po edhe mua më kanë ikur. Do thonë momenti që mua më vjen dikush më vjen deri do largohem. Për shembull largua një gocë para ca muajsh. 28 vjeçë. Punoj për mua 5 vite gjysmë, unë sikur më futi sikën në shpinë. Po do ishte trajnuar, është investuar. Është humbje përgjithësi shumë e madhe, në fund më thau nuk shoh shpresë. Po shkoj djali këtu jashtë. Që është shumë i rinj për shumë kohë, ka 2 vite gjysmë punon me mua. Sot ish në makinë, më ta shef tha, do të them diçka, tham, janë zorta të negocita me, po tha unë kam menduar të largohem. Sepse nuk është eksperiencë personale. Dhe për një sipërmarrës nuk ka gjë më të keqe, pra ti dukesh të bien të gjitha armët, dukesh dukesh impotent kuptimin e plot fjalës, sepse ti nuk pate mundësinë që t'i jepi në një tartë. Po sepse nuk ka të bëjë dritan vetëm me pagën apo me kushtet e punës. Ka të bëjë me ambientin e përgjithshëm, ka të bëjë me shpresën. Po ka të bëjë edhe me pagën Aurora, sepse më dëgjoj dritani. Ne kohët e fundit, unë ja thash edhe Anduelës, unë kam qenë detyruar të diku te 15 veta nga puna.
unë nuk kam më mundësi të t'investoj të jap më njerëzve le të themi një partner, ato i shohin që ne jemi në vështirësi. Pa nuk kemi më në sulm, jemi në mbrojtje. Dhe nisi përmarrës, po e vure mbrojtje, nuk ka gjë më të keqe. Dritan, unë personalisht mendoj që fakti që në Shqipëri ka nikur masivisht shtresa e mesme, do të thotë që është qetësues, po të ikin më njerëzit që duan të marrin një pak se nuk gjejnë veten këtu dhe ikën ai pa kualifikuar dhe puna madhe. Ty po të ikin njerëzit e kualifikuar, ai njeri i cili e ka një pag këtu. Thash e kam menduar dhe unë, ja thash në fillim. Pra, nuk është diskutojmë çështje page, ka të bëjë me nivelin arsimor të fëmisë. Ka një të bëjë, për shembull, unë kam një fëmijë 6 vjeç, një djalë. Unë nuk kam menduar kur largimi nga Shqipëria. Dhe jam një njerëz që kam investuar shumë të vetja, nuk kam probleme të ardhurash, jam e kënaqur me pjesën atare, punoj shumë, po jam në rregull, dhe nga ana tjetër, unë mendoj për fëmin tim, sepse nuk e kam sistemin arsimor dhe pse është në shkollë private nga më të mirat. Prap unë them ku, edhe pse ti shkon paguar në sistem shëndetësor dhe unë kam çdo gjë të deklaruar. Pra jam një nga ata njerëzit që mbaj këtë shtet me para dhe kur vjen puna vetë e paguaj në privat, pra nuk marr asgjë mbrapsht dhe nuk pretendoj të marr gjë mbrapsht. Kështu jemi dhe ne dhe unë prap them që ndoshta për fëmin tim unë duhet iki. Dhe kjo nuk ka lidhje page më, sigurisht janë, dhe kjo kategoria jo. Por është kjo kategoria. Ka të drejt. Sepse perspektivi edhe deputeti Aurore tha që e ka menduar, e menduar Nuk e menduar. Ju e keni menduar, pra nëse thoni nuk ka njëri. Unë kam jetuar 22 vite jashtë. Unë kam jetuar 22, unë jam rikthy. Ky është i rikthyer. Unë kam ikë në 91-shin, jam kthy me shumë një mrapa para mbrapa derisa vendosa 8 vite para jam kthyr. Po ti ke bërë shumë mirë. Dhe mos mendoni se andej ka një gjë wow shumë të madhe. Problemi është se ka ca gjëra që unë sa herë që shkoj jashtë nuk stresohesh te buria e makinës. Nuk stresohesh me rrugën. Të njëjtën gjë Aurora që po thua ti, unë mendoj fëmin tim, unë s'kam si afshe, nuk kam si unë mund gënjej veten. Eksakt. Të po flasim. Ha mos e uri kthye, një mësuari, po jo të gënjesh fëmin ton kur shkon darkë ta përqafosh. Eksakt, pra këtë po them. Të duket sikur e ke gënjur, do vi një moment do rritë thotë pse mdek këtu, pse s'u çove atje, është ai trotuari i gjerë, janë burit e makinës, janë sharat, është edukata. Ti ke bler garazhin dhe me idenë që të mos dëmtosh tjetrin dhe ti ikësh dhe gjen makinën tjetër që në mëngjes të xej rrugën. Nuk ka vende perfekte për të jetuar. Okej, Cara, ju me fëmijët tuaj si keni bërë? Meqense kthem pak si personale. Duhet parë në kohë pastaj. Si keni bërë? Një sekond vajzën e keni? Pra edhe ju e keni ndërguar jashtë pavarësisht. Për arsye pikërisht asaj. Dgjoj. Çdo familje shqiptare Merë më the kur i të gjelën. Ja, merdi goca në mundi tani që... Po prandaj edhe e ndërmova pak edhe Carën për këtë pjesën që kanë ikur njerëzit. Tani, dhe ne duhet luftojmë për ato Iglin. Ne duhet luftojmë për ata. Qeveria thotë se emigrimi është fenomen rajonal, europian, botror, si doni juve. Nuk e mojmë këtë pjesë. Jo, nuk e mojmë. Se si reagon ti për këtë, se tani çfarë është Shqipëria në finale? Është top. Vendi ku kemi lindur. Është dhe njerëzit. Jo, ta thjeshtoj. Apo, toka nuk lëviz. Me shqiptarët çfarë do bëj? Sipas të dhënave, ka një stati shqiptar. Nuk po themi nga një stati në vitin 2040, po dashur ky trend, ne do jemi nën 1 milion banor. Nga 4.7 që janë të regjistruar. Një stati shqiptar. Ne në vitin 44 kemi qenë po kaq. Afërsisht ke 1 milion. Arritëm në 90-ën 3.2 të qemi 4. Me vjetë, është alarmante. Disa thënë që ne po flasim tjerë dhe po ankohemi çfarë po ndodh. Jo, po nuk pranuam faktin që pas sa viteve dhe pasaj qose do shkoj pas 2040-ës, ju do kuptoni që Shqipëria do ketë njerëz të tjerë. Po nuk pranuam problemin. Me vjetë, çfarë ndodh? Unë problemi me qeverinë e kam mbi të gjitha sepse nuk pranon faktin. Me vjetë, kalon në mashtrim publik. Mos do vetë qeveria të ketë këtë lloj situate. Po jo, fakti që nuk e pranon dhe më thua është rajonal, ku nuk janë shifrat e njëjta me vendet e rajonit. Se ka emigracion kudo, ka pasur dhe Kotë e Mberit, ka lotën në njëri kufirin, por nuk është kjo. Problemi është si reagon ti. Pra, bën politika për t'i mbajtur, se Aurora tha kam gocën e vogël. Ku shko do ta? Djalin. Djalin. Tani po ashtu ka problem.
ky është problemi, siguria e jetës. Edhe unë e kam menduar Se problemi është i sigurisë jetës parë, pastaj arsimi, pastaj shëndetësia dhe pastaj pasi ti fusim këto në klap, dëgjoni këtu. Pasi ti fusim këto në klap, është ekonomia që është me koeficient. Çfarë dua të them me këtë? Sepse ka raste që këtu qëndrojnë njerëzit se ku kanë këtë ekonominë shumë të mirë, qëndrojnë dhe pranojnë që kanë siguri edhe më pak, shëndetësi më të dobët, arsime të dobët, por i mban kjo jashtë klapit që është ekonomia. Kjo po ndodh. Ndërsa pjesa tjetër, në rastin më të parë, kur nuk kanë dhe ekonominë, to tjera atjetër që jo dhe jo, që s'kanë mundësi shkojnë as në spitale private, as në arsim privat, apo jo, to tjera pasaj në momentin e parë. Dhe prandaj po them që duan politika dhe kjo kalon për te partive politike. Ore, duhet ketë njerëz të vullnetshëm që të pranojnë faktin që kjo Shqipëri po ç'bëhet. Duhet një pak kombëtar, Igli, për disa gjëra. Pra 85.000 familje që ka pa vetëm një sektor. Ky është problemi, se mbrapa atë ditë të bëjnë, nëse ti nuk i program, ato do ikin. Shiko, në mendimin tim, ne që kemi tu jashtë, kemi marrë të frymë atje, ne që na vret syrin le themi pisloku, plerat, na vret veshin buria, parregullësia, budalloku, ignoranca, ku jeton shumë vite ande, merr një bagazh, një edukat krejt ndryshe le të themi dhe kupton dhe diferencat nga një shtet në shtetin tjetër për ta ndryshuar këtë vend, më besoni, për ta bërë më të mirë ditushëm, duhen një 5-6 gjëra. Edhe vullnet. Dhe mbi gjitha ka dhe një gjë tjetër. Unë e bisedoj shumë shpesh me miq këtë gjë. Burik për shumë që ti e ke shumë merak edhe unë kam shumë merak. Nuk e duroj dot. Pisloku nuk e duroj dot. E disa shpejt mund të rregullohen. Problemi kush është? Problemi është nëse ti vë një shef rrugor. Po, rrugores. Që është një partijak dhe nuk ka vret në veshin e buria. Që ose ti vendos për t'i gjohën në kryet bashkisë Tiranës dikë që si bën përshtypje pisloku, nuk do zgjidhet kurrë e punë. Unë besoj që ne kemi nevojë që nga diaspora të marrim të përfitimin njerëz që kanë studiuar e kanë jetuar andej, t'i vëmë kryet, t'i vëmë, shiko, ne i dim. Unë kam fiksimin me këtë rrugën këtu për shembull, me këtë rrugën këtu. E disa njerëz të nderuar ose njerëz le të themi kalojnë çdo ditë në këtë rrugë. Janë të parët që merren në spionllëqe. Po kur dikush që ti ke çuar një mesazh në Bashkinë Tiranës që është shtëpisë që duhet pastru, nuk ka vret syrin, nuk ka vret veshin. Më dëgjoni, ne duhet vendosim kryet punëve njerëz që janë të përgjegjshëm, njerëz që dinë të menaxhojnë të çojnë gjëra përpara. Ndërsa unë po them të tjetrën. Duhet i pakt. Ndryshe nga Dritani, për shembull që ka qenë jashtë, është kthyer dhe po investon tani, unë personalisht në gjithë jetës time, që 18 vjeç kam pasur mundësi të studioja jashtë me bursë. Më zhdon mundësia për ta bërë, kam aplikuar atë kur njerëzit nuk aplikonin dhe nuk dishin dhe kam fituar dhe nuk kam shkuar për shumë arsye. Në gjithë këto vite kam pas mundësinë. Edhe sot jam pjesë e një brendi ndërkombëtar televiziv që mund të shkoj dhe jam pjesë në turkut CNN-it. Por ajo që nuk kam dashur kur të largohem nga Shqipëria, ka qenë zgjedhja ime e lirë, që të mos largohem dhe të investoj këtu. E kam bërë me dëshirë dhe kur personalisht si euro nuk jam. Sot kur kam junior, unë ri dhe e mendoj. Thash, personalisht jam shumë në rregull për 25 vite që kam kontribuar. Sot e mendoj për këtë arsye. Kush është zgjedhja që unë mendoj në modestin time, si qytetar më shumë të si gazetar apo gjëra tjera. Unë mendoj që duhet ketë një pakt për gjëra të rëndësishme. Dhe kur them pakt, pakt politik. Ai ke parë personazhet që kemi. Për shembull, ne kemi Glicarën, tash atja themi dy fjalë, un kam shumë respekt për atë. Kur ma tha Luela, po thash e kam parë, më pëlqen. Po shefat e ti mua s'më përqende, nuk më inspirojnë. Eksakt, pra, sepse nuk secili shef një interes afat shkurtër. Si? Absolutisht, nga gjitha ka. Ti shumë që unë kam thonë, ti e di që unë kam thonë sy gjërat, kur jam për thona, kupto, problemi është ne jetojmë në Republikë Parlamentare, dim shumë mirë do ketë zgjedhje, dim shumë mirë që do ketë rotacion, puna se kur mendon se kush do vi. Kjo është ideja, që secila nga partitë politike sheh interesin e vogël. Dhe unë jam dakord me çfarë ndodh. Tash e duam mos duam. Kjo do një vullnet dhe
për ne tash parë, nuk është se duhet bëj filozofin. Po nuk patë vullnet nuk bën dot as si punë. Edhe në emision, po mos kishin vullnet ne sot nuk kishin asnjëri nga ne. Është vullneti mirë që i bën gjërat. Dhe mbi gjithat pranojmë faktin ku jemi. Sepse brezat mbrapa në fakt mua më pare se janë politik. Që s'do na e falin. Jo, mua dhe sot na thot djalë po ato nuk është se janë të kënaqur me këtë që shohin, pavarësisht se unë s'kam gjë ndër, se unë vetëm fjalën kam, në pozitë jam. Unë them ato që kam mundësi, biles në herë ndofta dhe te kaloj, ndofta në herë dhe nga natyra ime që s'kam qef të ngrej zërin shumë, por kjo është vërtetë se problemi është që pikërisht nuk ka më politikë. Megjithatë, ky është një moment kulmant ama. Këtë duhet ta kuptojmë momentin. Kur më ka paspërqyer ideja kur kishte politika të majta dhe djatha. Më thoni ju, mo dhe unë do mbyll gojë dhe nuk flas më. Në këto 12 vjet, keni ndonjë politikë të majtë me që qeveriset, po, politikë sociale, me që qeveriset nga një qeveri në tojza e majtë? Shiko, se ka marrë fanelën? Ja do ta them unë. S'ka më filozofi them unë parti. Demokratët bëjnë politika populiste, socialistët bëjnë pro biznesit. Ja do ta them, atëherë këto e kanë qelur. Në kuptimin e plot fjalës, unë i kam suportuar, i kam mbrojtur në disa pika. Për shumë një nga pikat më kryesore që kam mbrojtur ka qenë imazhi. PR-i Shqipërisë. Jo, imazhi, jo PR-i. PR-i është se të gjithë ngatrohen te kjo pjesë. E di kush është PR-i? PR-i është hallka e fundit që ti e hedh. Domethënë të krijosh një brand është një sport shumë i rëndë, është një gjë krejtësisht shumë e madhe. PR-i është kur ti e ke rregulluar gjithë gjë dhe po hedh fjalën. Ne nuk kemi patur një medi në Albania, sot kemi një medi në Albania, sot kemi turizëm, ne themi dhe imazhi kanë ndryshuar dhe ato kanë punuar për këtë gjë. T'japin Cezarit atë që është e Cezarit. Por kemi të rëndësisht probleme të mëdha, kemi shumë probleme të tjera. Pra diçka ato e kanë bërë Rigli, nuk është se s'kan bërë asgjë. Këtu ku kam ardhur. Në çdo kohë është bërë. Kur kam ardhur unë, atëherë ne nuk kemi patur një turizëm outgoing. Më fal, incoming. Kemi patur vetëm outgoing. Të gjithë agjenci turistike te rruga e Durrësit çoshin njerëz në Turqi, në Malzi e kështu me radhë, këtu vishin vetëm imigrantët. Sot e kemi. Sot një farë imazhi e kemi. Çfarë do na vi kundër tani? Kur filloi kjo historia e kësaj drogës e pokapet në Amerikën Latine këtej ande, e gjithë kjo gjë do na vi kundër, do na përplaset në fytyrë. Po, sa për vendi që është i sigurt apo jo. Ne kemi zyrat tona punojnë në Paris. Shkojmë Milano, shkojmë gjithandej. Nuk është se bota shumë, Parisi është shumë e sigurt se Tirana, Milano është shumë e sigurt se Tirana. Tirana ora nuk është një qytet i pasigurt, ama është një qytet shumë rëmuj, shumë kaotik, është një stres nga mëngjesi. Vjeçarët para shkollave dhe këto gjëra fillon bëhen shumë shpesh, atëherë në atë moment unë si nën kam drejtën time të bie me sigurt. Tonë një fjalë të fundit të tretë se të kaluar çdo afat. Diçka ka ndodhur, do po e them këtu. Okej. Ka ndodhur që këto ditë te periudhë ta bisedojmë dhe këto, se është rëndësishme. Ka pasur presa në media. Dhe në 2 media më ndodhi që kur unë tentoja të flisja për Ballukun, të ndalshin dhe më ndroi. Suflaqegji gjithandej. Mbrapa kam pyetur pse ndodh. E kam pyetur pse më ndepret. Më tha se na isha puna ata me përmend Ballukun. Pra, ky pushtet ka shkuar deri aty sa që edhe media e ka të kap. Dhe ju edhe mund mos e pranoni. Por 2-3 media janë. Jo, e pranoj patjetër. Shiko, ky sistem është endemik dhe problemi për mua nis që nga media, që nga gazetarët, është i gjitha e kapur, është i gjitha e kompleksuar. Shqipërisë në këtë gjendje i gazetarëve është. Patjetër, edhe atyre. Shiko, dëgjoj Dritani, ne për gazetarët kam shumë respekt. Nëse nuk do kishin pronar që do ishin implikuar. Dhe nuk do ishin urna majtas e djatës, patjetër se po. Pastaj gazetaria është në dorë 3-4 veta në Shqipëri, që kanë emisionet më të dëgjuara, më të ndjekura, ti themi gjëra si tani, ta them unë fjalinë e fundit? Po, Aurora, për këtë çështje. Unë mendoj që ne kemi nevojë për njerëz që e duan këtë vend. Pratetar. Dhe kur them që e duan këtë vend, ta duan realisht dhe ta duan përtej interesit
qoftë edhe të tyre afatshkurtër. Kemi nevojë apo kemi? Kemi Apo janë, nevojë, se nuk ka. Kemi nevojë Kemi nevojë për njerëz, sepse po ti kishim nuk do kishim këto Dhe diskutime. duhet kuptojnë dhe momentin, them unë. Ky është një moment epokal, drejt e haj. Pra ka kohë edhe Ky moment, këti vendi nuk do t'i vi më kur. Domethënë, unë nuk mendoj që ka pas një moment tillë mbas 90-s, unë mendoj që ka qenë 91-shi kur është përmbysur, edhe ky momenti tani. Këto banda që rondejnë policisë sigli, unë besoj që shumë shpejt do mbarojnë, do ketë një rotacion. Jo, unë nuk jam fakt edhe këtë po e them. Unë nuk jam nga ato që them që Spaku dhe Spakut, se këtu doja dilja tek Spaku tani. Ne kemi patur, jemi një shoqëri që ne nuk mbështesim. Nëse është sot një organ që duhet mbështet fort, sot është Spaku. Nëse ka patur një organ që ka prerë gjithë lidhjet, këto që kemi këto të fortat që si ka prerë, po tenton të presi. Jo, është u pre. Është u pre fort. Më thonë, Okej. ne jemi duke projektuar gjëra që ndroshin prej vitesh. Nuk është kollaj shkosh edhe të marrësh pandero Belinda Ballukun, dhe nëse do një mendim timin, unë dy gjëra do propozoja. Për shembull, për Spakun ne kemi parë një revolt që është bërë para Spakut, një tubim të madh. Nga mbështetësit e Veliajt. Unë nuk e di kush e bëri, Mbështetësit e Veliajt. por i hoqën korrenti, i bën presion, i shan me libër shtëpie, gjitha me radhë. Nuk ka parë akoma një tubim shqiptarëve atyre 40 vetave që Megjithatë, në perceptimin e përgjithshëm është institucioni më i besuar. Po japim prova. Sa për Ballukun dhe të gjithë tjerëve e kemi bërë dhe bashkë të bisedën. Tash i drejtë hajnë, nëse unë kam një punonjës, këtu dhe ka duke vjedhur, ose dikush vjen të thotë që ky ka vjedhur dhe ka abuzuar. Çfarë do bëj unë? Do ta heq. Po kur ta heq? Në moment. Unë e heq në moment, unë nuk e mbaj 1 minutë. Ju po thoni pse nuk po heq Rama në moment. Tashi se ka dhe një gjë këtu, i bie që ky tani kur u ta heq të shkojnë gjykat dhe të më thotë dëgjoj më hoqi dritani ka puna mua do më japësh drejti mua, aty gjykata çfarë do bëj? Thotë Audriani, si është puna? Ky robi këtu duhet kthehet prapë në punë dhe ti duhet ta durosh për një 4-5 vite ti japësh rrogën. Pra ta shoh me sy çdo ditë ato që më ka vjedhur, ta mbaj aty për prapë s'ka punë kjo gjë. Tani këto ministrat paguan mbahen me pagon tonë, apo ne paguajmë taksa shkojnë tek taksa shkojnë. Bisedë gjatë shumë pastaj. Jo, po fal, po lëre pagon, jo, kush është punë si Ballukut? Kryeministri. Jo, jemi ne. Po jemi ne, më. Do të Punëdhënësit jemi ne. Punëdhënësit janë shqiptarë. Unë do të thoya gjë tjetër. Një fjali i fundit e mbyllën me Çarës. Do ta bind dakord të bashkë. Jo, se po na hapet e mditur e rikthejmë podcastin prapë. Unë besoj shumë që të vazhdoj pikërisht se është shumë më mirë se çka që janë. Do bëhet më mirë. Mirë, dakord. Por unë kam thënë dhe me miqtë e mi të godet, ne do të bëjmë dhe një ligj në fakt që nuk mjafton që një zyrtar që ka vjedhur 100 milion vetëm të dënohet 6 vite apo 2 vjet apo 50 vjet. Ti sekuestrohet ajo gjë. Okej. Sepse po çfarë ajo është prona shqiptare. Çfarë do të sekuestrosh? Po i kam fshehur unë. Pra, unë thotem. Follow the money. Kush e kërkon? Sepse ka një gjë. Puna është që të kesh vullnet, ndoshta nuk do arrish 100%. Por nuk mund ta lësh këtë çështje vetëm me shumë raste që me një vit dhe pastaj kthehen si qytetar. Jo, ke mundësi që ato para ta rishpërndash në interes të gjithëve. Konkret. Cara, faleminderit për këtë bashkëbisedim. Sulçe, faleminderit që ishe me neve në këtë bashkëbisedim. Gremi, faleminderit që ishim bashkë në këtë bashkëbisedim. Besoj që çështjet ekonomike janë pjesë e debatit në çdo tryezë edhe në përditshmërinë tonë. Ndërkohë ne do të shihemi sërish bashkë.